Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një kek me qershi të thata dhe kafe ekspres. Atëherë, për këtë kek kam 320 gram qershi të thata, 220 ml konjak, 200 gram i kam sheqer kaf, 130 gram i kam gjalp, kam 4 kokra vezë, 250 gram miell, kemi 1 lug çaj me baking powder, kemi 1 lug kafe me kanell të bluar, 1 lug kafe e kam arë muskat, 1 maj luge e kemi krip, kam 60 gram arat, cilat i kam shtypur, i kam thërmuar, kemi 1 lug çaj me vanilje, 120 ml i kam kafe ekspres. Këto janë përbërësit. Si fillim, do filloj me mielin, do ta sitim, siç bëjmë gjithmonë me çdo ëmbëlsirë. Ta kalojmë në si tani në fillim, që mos ta kalojmë në momentin që do t'ja hedhim kekut. Do shtojmë kripën, baking powderin, arën muskat dhe kanellën. Do t'i shtojmë tek mielli. Kemi gati dhe i kalojmë me njanë. Dhe do fillojmë me rase dhe do rahim gjalpin si fillim. Dhe tek gjalpi do shtojmë sheqerin. Kemi gjalp temperaturë ambienti. Dhe do shtojmë dhe sheqerin. Gjalpin dhe sheqerin do t'i rahim bashk. Do t'i rahim gjithsa të formojmë një masë kremoze, të themi. Kam rahur gjalpin me sheqerin dhe do filloj do rah vezët. Vezët do t'i shtojmë një nga një dhe do t'a rahim me mikser. Do shtojmë një vezë, do rahim, do shtojmë një vezë, do rahim. Gjithashtu t'i përfundojmë të 4 vezët. Kam rahur gjalpin me sheqerin dhe me vezët dhe avash avash do shtoj mielin, ku kemi shtuar dhe erëzat tona. Dhe me spatull do t'a trazojmë. Ndërkohë, njëkohësisht që neve shtojmë mielin, do shtojmë pak nga pak edhe kafen. Do shtojmë pak miell, pak kafe. Dhe do përzijmë. Në këtë mënyrë. Do t'i shtoj vanilje, do përdor 1 lug çaj me vanilje. Mund të përdorni çdo lloj vanilje që juve keni, pa problem. Shtojmë përsëri miell dhe përsëri kafe. Dhe kështu do veprojmë derisa t'i mbarojmë dhe kafen edhe miellin. Kam shtuar të gjithë mielin, e kam përfunduar dhe do shtojmë arat dhe qershit të cilat i kam vendosur në konjak. Atëherë qershit i vendosim në konjak 1 orë përpara, që të rinë bashkë me konjakun dhe të fillojnë dhe të zbuten, ose me çdo lloj alkooli që juve keni qejf. Nëse keni ndonjë liker të preferuar, mund ta shtoni, por që mos ketë shumë sheqer. Mund të përdorni çdo lloj alkooli që doni. Nëse nuk doni konjak, ta përdorni ndonjë lloj likeri. Do shtojmë arat. Dhe bashkë me arat do shtojmë edhe qershit. Qershit brenda kanë alkoolin. Nëse keni dëshirë mund ta shtoni. Nëse nuk e keni dëshirë, mos e shtoni alkoolin. Pjesa më e shumë, duke qenë që shtova qershit, është brenda. E hodhëm brenda të keku. Por sipas dëshirës, nëse nuk keni dëshirë fare që ta shtoni alkoolin, atëherë mos e shtoni. Kullojeni nga qershit nga konjaku dhe pastaj shtojni brenda kekut. I bëjmë një përzierje të mirë që dhe arat
Vënë gjithandej se qershit normalisht do shpërndahen shumë mirë, sepse është goxha sasi e bollshme. Qershit I gjeni të dyqanet që shesin fruta të thata, ka dhe qershit të thata. Unë kam vendosur ta bëj në një tavë të rumbullakët, kam vendosur letër furek, letër që neve pjekim, por në qoftë se keni dëshirë të përdorni një tavë keku, mund ta përdorni, por tavën mund ta lyeni me vaj ose me gjallë dhe me pak miell, duke e shkundur që mos t'i ngelet shumë miell. Unë më tepër përdor tavat e rumbullakëve, sepse s'kam shumë dëshirë që të përdor, po themi vajin apo gjalpi. Ne e përdorim brenda, mos ta përdor dhe jashtë, dhe në përgjithësi bëj nëpër tavat e rumbullakëve. Si është në qoftë se duam për më bukur, po themi mund ta shtoni në një tavë keku që ju e preferoni. E hapim mirë brumin, e hapim gjithandej mirë, të shpërndahet gjithandej dhe e kemi gati. Atëherë do ta fusim në furrë 70 deri në 80 minuta në 180 gradë. Është goxha brumi I ngjeshur edhe goxha I ngarkuar me qershit, edhe do një kohë të caktuar, po themi që të piqet. Megjithatë, nëse shikoni që edhe për 70 apo 80 minuta nuk është gati, duke qenë që do t'i bëni një provë me një majtike ose me një shkop që kruajmë dhëmbët, dhe bëjni një provë. Nëse shikoni që del e thatë, atëherë jemi në rregull. Nëse del akoma pak e lagësh, mund ta lini edhe pak. Tham 180 gradë për 70-80 minuta. Keku tim ka përfunduar, është gati, ka një aromë dhe një shije fantastike. Provojni se me të vërtet ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.